aplikohet diçka e tillë, ju po thoni që krijon pabarazit, gjithë janë të barabartë, por çka dallon nëse je rezident në Prishtinë edhe je person që vjen në Prishtinë për ta rregulluar edhe çështjen e trafikut edhe problemet e tjera për cilat është fol edhe gjatë fushatës lokale, në zgjedhjet e tetorit e pastaj edhe në ballotazh. Kur flas për barazin, unë flas në përgjithësi për të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Ne po flasim për kryeqytetin e Republikës Kosovës. Ashtu siç e tha dhe parafolsi im, shumica e qytetarëve të Republikës Kosovës marrin shërbime, po ashtu duke pas parasysh se kemi edhe administratën qendrore, shtetërore në kryeqytet. Domethënë një pjesë e madhe e administratës punon në institucionet qendrore, të cilat gjenden në kryeqytetin e Prishtinës. Komuna natyrisht se ka të drejtë vendos taksa, tarifa, mund të arrisë tarife në parkingut në zonat caktume, mund të vendosë ndalim qarkullimit të automjeteve në zonat caktume, por kjo vlen për të gjithë qytetarët. Pra nuk mund të bëhet një diskriminim mes të qytetarëve të një komune qoftë afër Prishtinës apo qoftë larg Prishtinës. Problemi tjetër qëndron se aty flasim për kryeqytetin, ndërsa makinat e zonës rreth kryeqytetit, që janë Podujeva edhe Lipjani, janë të regjistruar me 01. Cili është elementi që ti e bën dallimin mes këtyre dy komunave të tjera? Ndërsa sa i përket deklaratave të komunave siç janë Fushë Kosovës apo komunave tjera, unë nuk e besoj sepse ligji për kryeqytetin jep një hapësirë pak më të madhe se sa ligji për dhe qeverisin lokale që e menaxhojnë domethënë komunat e tjera. Kështu që komunat e tjera mos ta mendojnë që mund ta bëjnë këtë, por as kryeqyteti nuk e ka të mundshme që ta arrijë domethënë deri në këtë pikë realisht në bazë të bazës ligjore. Është e vërtetë që është një pikë në nenin për ligjin për kryeqytetin ku thotë se kryeqyteti ka të drejtë të caktojë taksa shtesë, domethënë si kryeqytet, por ato duhet të jenë në harmoni, edhe duhet të jenë të arsyeshme. Mund të jenë për shërbimet e caktuara, mund të jenë për automjetet e rënda të cilat e dëmtojnë infrastrukturën e kryeqytetit. Mund të jenë për orë të caktuara të cilat i përcaktojnë qytetin ndalesat e qarkullimit, por jo baza diskriminuese të një zone apo të një zone tjetër të regjistrimit të automjeteve. Edhe nuk do të rregulloj trafiku të azëm çështja e kolonave mbi ngarkesa në komunikacion me këtë taks? Aris, në gjitha kryeqytetet e botës, po ashtu dhe në gjitha qytetet evropiane, incentivat për politika për tërheqjen e njerëzve për ta vizituar kryeqytetin, për tërheqjen e turizmit në kryeqytet apo në qytet, domethënë marrin masa të cilat janë nëpër masa marketingu për ta vizituar një qytet të caktuar. Për ta heqë trafikun në Prishtinë, unë mendoj që duhet të gjejmë alternativa tjera. Po, a është alternativë nëse ofrohet transport publik, siç është përmend tazëm gjatë fushatës në pika caktuara tek hyrjet e kryeqytetit dhe kushdo që të mos paguaj taks, të jep autobusit dhe të vijë në kryeqytet? Unë mendoj që kjo është një zgjidhje, por nuk është zgjidhje e përhershme. E qartë. Duhet bëjmë politika të cilat i zgjidhin mundësitë e lëvizjes lirë qytetarëve, por jo për ta bllokuar. Si është e mundur që ne ta parkojmë makinën në Fushë Kosovë e të vijmë me autobus në punë në qendër të qytetit. Do të thonë këto nuk janë zgjidhje kreative, këto janë zgjidhje të